Shqipëria nuk është më një perle fshehur, ndërsa parashikohet që të pres një fluks turistësh të huaj gjatë këtij viti. Media e njohur gjermane Deutsche Welle i ka kushtuar një artikull të veçantë zhvillimit të sektorit të turizmit në vendin ton, si dhe atraksioneve turistike. Në vitin 2024, më shumë se 11.7 milion turistë të huaj vizituan vendin e vogël ballkanik, shkruan media gjermane, ndërsa pritet që ky numër të arrijë në 15 milion deri në fund të vitit 2025, një shifër kjo gati 4 herë më e madhe se popullsia e vendit. Për të konkuruar në një rajon të dominuar nga lojtar të mëdhenj të turizmit, të vendosur prej kohësh si Greqia dhe Kroacia, Shqipëria tashmë ka nevojë për më shumë se sa vetëm çmime të ulta dhe plazhe piktoreske. Kjo është arsyeja sepse disa hotele po provojnë një qasje të re duke ofruar përvoja kulturore si vallet popullore dhe degustimet e ushqimeve lokale për të krijuar një lidhje më të thellë midis mysafirëve dhe kulturës lokale, shkruan Deutsche Welle. Sipas medias gjermane, kjo rritje fluksi turistik vjen edhe me sfida të mëdha, siç është mungesa e stafit të kualifikuar dhe presioni për të ruajtur autenticitetin. Ndërsa Shqipëria tashmë nuk vlerësohet më si një destinacion me kosto të ulët, por një konkurrent në rritje. Vetëm në periudhën janar-mars të këtij viti, Shqipërinë e kanë vizituar 34.405 turistë gjerman, duke vësuar një rritje me gati 18.7% nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë, pritet një numër edhe më i lartë, sidomos gjatë këtij sezoni veror. Në total, vendi ynë ka pritur në 4 muajt e parë të këtij viti rreth 2.45 milion shtetas të huaj.